problemi i opozitës është sepse Berisha nuk ka kaos. Berisha do të ecë inercinë e tij, nuk ka kaos. Domethënë, kjo është problemi, nuk ka kaos fare. Cila është kauza e opozitës? Prandaj thash buxhetin. Cila është kauza? Kauza del nga SPAK-u, ajo nuk është kauza e opozitës, sepse opozita nuk e ka përkrahas SPAK-un, ka qenë kundër SPAK-ut, ka qenë kundër reformës së drejtësisë dhe akuzat që dalin janë një pjesë, vërtet janë akuzat që ka thënë opozita, por nuk janë nuk janë kauza e saj, po them. Sado që do ti po themi ti mbaj, ti ruaj, po nuk janë. Dakord, nëse Partia Demokratike domethënë ka qenë konsistente tek lufta antikorrupsion, sepse në një farë mënyre, çfarë po ndodhim sot? Opozita thot, okay, sa herë ka akuzën dhe majorancës, rasti Velia, rasti Balluku, bëjmë namin, ama kur ka një akuzë, siç ishte akuza e re ndaj Sali Berishës, opozita s'ka fol as fjalë, përkundrazi e mbron Berishën.